Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer sërish këtu në She's on Air, pas ka shumë emocionesh, fshim lotët, morëm përsëri me Dean këtu në mesin ton, dhe në fakt nuk mundeshim dot ta linim këtë episod tonin pa një të ftuar, pa marrë ato lajmet e verës, të cilat na duan se ç'të bëjmë tani. Lajme minat marrin ca thashë theme se do të lajme thashë theme, kështu gjë love, disi janë thashë theme. Lajme kënaqë shpirti. Moj po nditoni. Lajme thashë theme më shumë mirë se Xhani dhe Mika ditë na I thot Xhani përshëndetje. Xhani mor Xhani. Përshëndetje po. Përshëndetje. Përshëndetje kam 2 orë. Kam 2 orë që ju pres në mes të detit, ha? Ja vlen për na. Ku sheka, super vend Xhani, po mirë sa me fat që je more Xhani, me zanave të shizonirit, je edhe në mes të detit. Me sirenave Andrea nuk të shkon. Nuk di domethënë çfarë pas ke pasur në këtë jetë. Nuk e di si rini akoma në studio, nuk e kam idenë në si më shikoni. Episodi fundit Gjende nuk e ftuar ti Xhani që ne të vim. Prandaj më kryet Po ja bëj sesën publike, ju pres, ha? Edhe neve direkte. Një lajm I ri është sepse kohët e fundit jam bërë kapiten. Mama. Ju bëj guida me gomosha, që ju pres. Po mirë pra. Neve sapo ta mbyllim këtu, do vim direkte tek ti Xhani, por përpara Po, ina e di, e kam parasysh. Por përpara ne nuk do linim pa të ngacmuar. Si ka qenë kjo ngroja e temperaturave, ka bashkuar çifte apo ka ndarë çifte? Po, me thënë të drejtën, temperatura shumë të nxehta kanë bashkuar çiftet arab me marokien, polak me norvegjez, italian me spanjoll. Thuaj që tonë. Nuk ishte një pyetje për turistët Xhani, ishte direkte drejta për vipat e showbizit, ata këngëtarët na tregon një gjë të re, se çfarë kemi dëgjuar, ndarje, lidhje. Nuk I marrin vesh të marrëdhënie që mbajnë këta. Me të drejtën, situata në fakt këtë sezon është komplet ndryshe nga sezonet e tjera. Siç e thash edhe me shaka, domthonjë që pjesa më e madhe janë të huaj, nuk ka fare shqiptar. Dhe mundohemi që edhe data, një lloj booking data që kemi për që në muajin mars, na është dashur të ndryshojmë komplet kalendarin, për shkak sepse turistët huaj njohin vetëm disa artistë shqiptar specifik që kanë përgjigjet botërore. Dhe për këtë arsye nuk mund të shohim gjithë ata çiftet që ndahen dhe pajtohen, sepse nuk kemi ku I shikojmë do puthen apo do puthen në Saran. Po, domethënë pas kanë mësuar stilin edhe kanë hikur tani, nuk do t'i shohim askush. Kanë ikur jashtë thua. Ku kanë shtektuar zoj tan për t'ju fshehur syve kritik? Shiko, mirë do ishte të shtektoni, po s'kan ku shtektojnë sepse kanë dhe koncerte në vende të tjera, kjo është ideja. Gjithsesi, Po këto është situatë koncertet komplet ndryshe nga të tjera dhe mua më duket komplet sikur jam në një vend të huaj europian dhe jo sikur jam në Saran. Xhani mos Mos dosha kjo situatë që ka ndodhur më në fund edhe ne po kuptojmë se me vërtet cilët janë artistët tanë që njihen në rang ndërkombëtar dhe cilët jo. Duke qenë se të gjithë thonë që njihemi ndërkombëtarisht, po kush janë këta 4-5 o Xhani që po kërkohen kaq shumë? Po për momentin që po kërkohen shumë nga turistët e huaj këtu në Saran, është Durata, është Noizi, është Era Istrepi, është Don Xhoni, është Minem Solo më shumë nga tregu gjerman dhe zvicerian, Pedri, ta janë artistët që po kërkojmë shumë. Pastaj, artistët që bëjnë namin, edhe pse nuk ka mungesë shqiptarësh, po që bëjnë namin në këtë gjë është Dafina dhe Elvana. Of course, divat. Patjetër. Po, meqense jemi tek ajka e këngëtarëve, çfarë janë këto, kush do jetë hiti, në fakt, kush është hiti I kësaj vere? Kush është ajo kënga që të gjithë po e kërkojnë? Me thënë të drejtën, këta të huajt, hitet e shqiptarëve I dëgjojnë dhe I njohin dhe I kërkojnë akoma. Kurse për shqiptarët kam përshtypjen që akoma nuk kanë ndonjë vite që kam dëgjuar unë. Janë një drejt. Nga kush po presim atëherë? Po, është Noizi që kam një të huaj që do na I ka lancuar dhe të familjes. Atëherë, mbaj mend kur erdhe këtu dhe na Ajo po vonua pak si shumë. Pastaj është një projekt artistik shumë I fortë. Gjithashtu, ka një profil ka edhe dhurata ka me një artist internacional, me sa kuptova kur erdhi, po nuk më latë nuk kuptoj se me kë. Po duke qenë se internacional. Duke qenë se po bën namin momentalisht në rjet albumi I ri Don Xhonit, ku mos gaboj ka kapur miliona shikime dhe nuk e di mua për zotin nga kënga 100% gjatë gjithë kohës është në mendjen time. E kam në feed. O Xhani, do të bëj një pyetje shumë interesante. Domethënë. Ne kemi shumë Ai artista. iniciative vetëm interesante ti ke. Po dhe
Kjo është shumë interesante, me thënë të drejtën. Ne kemi shumë artista, madje një nga artistat së fundmi që kemi dëgjuar dhe me këngët e tij më të reja është dhe Mateo. Ja ke bërë ftesën Mateos për të ardhur si ftuar në klubin ku ti punon? Në fakt, nga që ka shumë të huaj këte dhe influencer nuk shtojnë në Sarandë, me thënë drejtën. Në Tiranë po. Mateo po deputon si Mateo Borri po këngëtar. flasim. Ja ke dëgjuar Se këngët? mos e ngatroj, prandaj. Po. Me thënë të drejtën, jo sepse vetëm anglisht dëgjon këtë për momentin. Nga që edhe DJ vetëm anglisht luajnë. Po, Po për çfarë bën fjalë një se nuk e kuptova se jam lëshuar në Atëherë, Skype. Mateo këtë muajin e fundit të paktën ka lançuar 2 këngë të reja. Po flasim për Mateo Borrin. Ti ke dëgjuar këngët s'të ka dalë fare në feed? Në drejtën kam parë shumë lajme që kanë dalë që kanë shkruar për pjesën e që është futur muzikës. Nuk e di kjo është zgjedhja vetë këto në fundit e tij, se çdo kush e bën vetë atë zgjedhjen e vet. Po mua më duken shumë gjëra të përsëritura kur çdo njeri që futet në reality show Big Brother, mundësia e parë për këngë dhe pastaj ti futemi në koncerte s'do bëjmë lek. Po nuk mund ta kenë fatin gjithë që kanë këta artistët që depërtojnë këtu edhe 10-15 vjet. Po pse ti nuk do e merri në menaxhim për shembull Xhani? Ti nuk do e merri në menaxhim? Jo. Xhani nuk ja ke bërë ftesën. Jo sepse nuk Xhani nuk ja ke bërë ftesën dhe nuk do ja bësh apo do ja bësh në të ardhmen? Nuk e kam në plan të ftoj artistë që akoma nuk kanë deputuar ose nuk kanë kontribuar në muzikë, se në fakt do të kesh një 4-5 vjeçar shumë të fortë, që ti të arrish një qëllim shumë të mirë, të krijosh një industri shumë të fortë. Tash edhe shumë që po bëjnë një muzikë sot, njerëzit që të ndjekin ty mund të zërduan, po pa njerëz nuk do vinë asnjë koncert e këto. Po mirë, në Mateon do të thënë pas 4-5 vitesh edhe mund ta ftosh, ë? Nëse punon, se ka punuar. Okej. O Xhani, edhe një artist tjetër po ashtu, nuk është vetëm Mateo, Top Channel ka nxjerrë shumë artista së fundmi dhe një nga ta është Brikena. Nuk e di nëse ke dëgjuar lajmin që dhe ajo do nxjerrë një këngë të re. Do ta ftoni Brikenën? Të betojmë të kam averi fare, nuk e kam para së hajmes. O Xhani, që ke knaqë shumë aty në plazh me duket sa s'ke dëgjuar çfarë po bëhet. Xhani më shijon. Tani si mund të rit të shoh lajmet, do të kjo është ideja. O Xhani, a mundem Unë nuk e di. Hë. Më bombarduan. Po tani ti e di sa herë vjen këtu, s'ka hapësira, fol shpejt edhe. Dëgjoj, unë po nga që jemi live në lidhje edhe është vërtet. Vono. Unë dua të jap një sfidë, që është e vërteta, nuk e di sa do mundesh ti ta bësh këtë sfidën, nuk e di a ke dikë aty që mund të ta mbaj telefonin dhe të zhytesh në ujë këtu në prezencën tonë, na e bësh përzilim. Okej, po na jep sfidën. Ja, pra kjo është sfida, Nuk ishte një pyetje. Boll me pyetje, Xhani, jepi. Me gjithë telefon. Ju e gati në zoneri si në mbytë. Të kemi zili, Xhani, të kemi zili. Po ne të ishe zhveshur, Xhani, të ishe zhveshur. Shio ujin. Faleminderit Xhani. Xhani, përshëndetje sezonin e ri, pashim. Sukses. Ciao. Një sekundë. Po, këtu jemi. Jo. Më ka topi një iPhone poshtë. Dhe me këtë që nuk u dëgjua shumë mirë, shkojmë në publicitet të dashur miq dhe rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10 së bashku.